Brenda hapësirave të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, zhvillohet një punë e madhe. Edhe pse për udhëtarët gjithçka mund të duket e thjeshtë, çdo zyrtar në këtë aeroport bart mbi supe një përgjegjësi të rëndësishme për sigurinë dhe efikasitetin e shërbimeve. Dikur pritjet e gjata në sportele ishin të zakonshme, por me shtimin e shërbimeve të reja, proceset janë përmirësuar dukshëm dhe tani rrallëherë ka të llovi. Fatos Leshi, mbikëqyrës në shërbimin e udhëtarëve, tregon se një nga risitë më të rëndësishme, shërbimi self-check-in, u mundson udhëtarëve të kryejnë vetë procesin e regjistrimit dhe kështu të shmangen pritjet e gjata në sportele. Një udhëtar i cili ka rezervimin për me udhëtu për aeroportit Prishtinës, përveç rezervimit edhe dokumentit valid, momentin e parë që qaset në terminal i ka dy mundësi. E para është që me kry vetë check-inin përmes disa pajisjeve për self-check-in edhe backdrop, që tashmë kena fillu me i përdor prej vitit kalum. Do më thonë, krejt që ka duhen me ditë udhëtari është me pas dokumentin valid, me zjedh logon e kompanisë, edhe me pas dhënat e sakta mes biletës edhe dokumentit të cilin e përdor për udhëtim, për ndryshe nëse dhënat nuk përputhen 100%, edhe pajisja nuk funksionon. Në momentin që e merr kartën e embarkimit për pajisjes parë të self-check-init, vazhdon për dorëzimin e bagazhit, do më thonë pasi i kalon ato procedurat në të cilat e konfirmon që nuk ka ndonjë mall e cila është ndalume për dorëzim të bagazhit, pastaj vazhdon edhe e dorëzon bagazhin e tij. Kjo është njëna mënyrë e cila do më thonë neve na kursen prej turmave të panevojshme, edhe udhëtarit njëjtën kohë ja kursen kohën, sepse nëse udhëtari është do më thonë gjendje për me udhëtu, ai mundet me kry shërbimin e vetë dhe nuk ka nevojë për me bë pritjet në radhë. Nëse udhëtari nuk i përdor këto pajisje për me u chekirat vetë, mundet me vazhdu në pjesën tjetër, në të cilën duhet pastaj me prit në radhë. Fillimisht ka pas hezitim, po tash do më thonë mujt e fundit e kemi vrejtë që veç është rrit numri i përdoruzve, sidomos të moshat e reja të cilët do më thonë nuk kanë problem edhe me gjuhën angleze, dhe pse pajisjet e kanë edhe gjuhën shqipe, mirë po deri tash kanë hezitu. Po kohët e fundit e kemi vrejtë që është një rritje e vazhdueshme e numrit përdoruzve. Përveç self-check-in, udhëtarëve u qëndrojnë në dispozicion edhe 30 sportele të tjera, por jo të gjitha kryejnë funksionin e njëjtë. Në departamentin tonë janë 30 sportele, po jo gjitha e kanë funksionin e njëjtë. Është sporteli numër 1, i cili përdoret për udhëtarë të cilët e paguajnë shërbimin CIP, edhe ata nuk ka nevojë me prit në radhë, do më thonë vazhdojnë te nishi dhe pastaj vazhdojnë në CIP Lounge. Pastaj është sporteli 14 dhe 15 për pasagerët të cilët nuk dorëzojnë bagazh, do më thonë koha e pritjes tyre është më e shkurt, sepse ata e marrin veç kartelin e embarkimit dhe pastaj kalojnë në dalje, ndërsa është sporteli 16, 17, 18 për fëmijë edhe për persona të cilët kanë aftësi të kufizuara, ndërsa prej sportelit 18 deri në 30 është common check-in për gjithë udhëtarët e të gjitha kompanive të cilat duhet presin radhë, do më thënë sepse të gjitha kompanit janë së bashku. Puna me palë në përgjithësi është shumë atraktive, se ti në një farë mënyre, përveç që i ofron shërbim, ti dush me lujt edhe rolin e psikologut, sepse dush me qenë gjithmonë i gatshëm, që jo gjithmonë personi përballë është në disponimin më të mirë të mundshëm. Na për fat mirë, eksperiencat këqija kemi shumë pak, po ndodh ndonjëherë edhe ato menaxhohen, sepse stafi janë veç të trajnuar për me menaxhu edhe këto lloj situatash. Një nga pjesët më të rëndësishme është skanimi i bagazheve dhe kontrolli i udhëtarëve, ku aplikohen me rigorozitet rregullat e aviacionit civil. Imer Gashi, zyrtari pikës së skanimit të valigjeve dhe kontrollimit personal, tregon se likuidet lejohen vetëm në sasi të kufizuar. Sipas tij, shpesh herë ndodh që udhëtarët kosovar marrin me vete ëmbëlsira si baklava, por në rastet kur ato përmbajnë lëng, është e domosdoshme që të largohen. Puna jonë është kontrollimi i pasagerëve dhe i bagazheve. Në këtë pjesë kryesisht kontrollohen pasagerët dhe bagazhi i cili bartet në pronësinë e tyre apo në dorën e pasagerëve. Kontrolla bëhet sipas procedurave që janë të rregulluara me rregulluarit e
aviacionit civil, po ashtu Limaku i ka rregulluar të në përputhje me aviacionin civil, udhëtarët skanohen me pajisjet të cilat ne i posedojmë në pikën e kontrollit. Së pari udhëtari duhet të dorëzoj valizën në pikën e kontrollit, pastaj duhet të dorëzoj gjanat të cilat i bëhet në trupin e tij, orën, rrypin edhe gjanat e tjera. Mas ne i kalon për detektimin e derës metalike, kontrollohet bagazhi, nëse posedon ndonjë artikuj të ndaluar në bagazhin e dorës, mas ne udhëtari duhet të largohet gjanat e cilat i ka të ndaluar në bagazhin e tij. Udhëtari ka drejt të posedoj me vete likuidet të cilat janë në 100 ml, sasia të cilat nuk guxon të kalojë më shumë se 1 litër, ato duhet të vendosen në një qese, e cila është e plastifikuar dhe duhet të jetë mbyllur gjatë udhëtimit. Udhëtarët bartin me vete gjana të ndryshme, sidomos baklavat e një shqiptarët është shumë e popularizuar dhe bartin me vete shumë. Baklava nuk lejohet me vete, nëse ajo është e lëngshme, posedon lëng, kanet e lëng. Të gjitha likuidet që i larguim, likuidet dhe gjërat e lëngshme, ne i vendosim në vende përkatëse, i kemi të vendosura kutitë të cilat i vendosin likuidet dhe gjërat të cilat janë të ndaluara. Pastaj ato dislokohen. Dislokimi bëhet nga një komision, ne të merrim pjesë policia, dogana, zyrtari i aeroportit dhe ne të kontrolës. Ato dërgohen në depo ruhen për një kohë të caktuar, masi nga depo bëhet asgjësimi i tyre, po ashtu nga një komision pjesëmarrës. Ai tregon se jo çdo herë udhëtarët mirëkuptojnë largimin e gjësandeve të ndaluara, por rregullat janë të qarta dhe zbatohen pa përjashtim. Këtë kohë kemi pasur shumë pasagjerë të ri të cilët kanë udhëtuar për herë të parë, për ta ka qenë ndoshta një sfidë sa interesante edhe kontrolla, kanë pas gjana të ndaluara të cilat nuk kanë bartur me vete se ka qenë hera parë. Ne ju kemi rekomanduar dhe ju kemi treguar që këto nuk lejohen mi bart me vete dhe janë të ndaluar, nuk kanë drejt mi marrë me vete. Zakonisht nuk e presin mirë për shkak se ata i kanë bart me vete, nuk e presin mirë, por ne ju tregojmë se nuk lejohet dhe është ndaluar mi pas me vete në aeroplan. Ka raste kur na thonë edhe na ofendojnë ka pak, po duhet mi të i kalu, për shkak procedurës punës. Puna e stafit nuk përfundon me kontrollin e udhëtarëve. Rezart Hamiti, parkuesi i aeroplanëve, tregon për rëndësinë e koordinimit dhe sigurisë gjatë parkimit të aeroplanëve pas aterimit. Ne jemi njësi e trajnuar profesionalisht e cila merret me të udhëheqjen dhe parkimin e aeroplanave në tokë. Paraprakisht ne kemi ororin e flutërimeve të cilat na tregojnë se në cilat stende do të parkohen aeroplanat. Mirë, po para aterimit të secilit aeroplan është njësia e operation e cila na të njofton përmes radiolidhjes se në cilin pozicion do të parkohet ai aeroplan. Ne duhet të jemi të sigurt se në çat pozicion në të cilin parkohet aeroplani është i pastër dhe i sigurt për parkimin e atij aeroplani. Në zonën ku gjendemi aktualisht, në zonën Kilo, kemi pajisjet VDGS të cilat drejtojnë dhe parkojnë aeroplanin në pozicionin e duhur. Mirë, po në pozicionet të cilat nuk janë të pajisur me këtë pajisje, ne duhet që ta parkojmë aeroplanin me sinjalet të duhurve dhe me drita vezulluese. Pas parkimit të aeroplanit, ne duhet të vendosim blokadat, duhet të sigurohemi që motorët janë fikur, të vendosim blokadat në rrutë për mos lëvizjen e aeroplanit, si dhe kunat të cilat shërbejnë për sigurinë e aeroplanit ku mjetet lëvizjen zakonisht rreth aeroplanit. Me liberalizimin e vizave, aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari ka përjetuar rritje të mëdha të udhëtarëve. Për këtë arsye është shtuar edhe numri i punonjësve, ndërsa këtë verë priten të thyen rekordet e mëparshme të fluksit të pasagjerëve.